interesante mes dy fermereve tona, me hyrjen e Zhakut brenda në fermë, duket se sulmi ndaj Mozës ka qenë i ngadalt, por jo i pakt, sidomos në përfundim të spektaklit të natës së kaluar. Të dyja fermerët kanë patur hidhe prit me njëra tjetrën, në mënyrë të veçantë Zhaku duket se ka filluar një le të themi sulm që ka të bëjë jo vetëm me Mozën, por edhe me jetën e saj private jashtë fermës. Gjë që nuk është pritur fort mirë nga Moza, por vazhdimisht në mënyrë elegante është përpjekur që ta ndalojë Zhakun në përfshirjen e personave të tjerë, që për më tepër nuk janë pjesë e programit. Ne do të shkojmë tani të flasim me të dyja, edhe me Mozën edhe me Zhakun, për të kuptuar më mirë e para se pse është kjo situatë, çfarë e bëri Zhakun që të ndryshojë taktikën e saj të lojës, qasjen ndaj Mozës dhe ku do të dalë për të kuptuar nëse kjo është një lojë, janë inate të mbartura, janë inate të vjetra dhe se si ndoshta gjatë ditës së sotme kanë gjetur gjuhën për t'i ulur pak tensionet dhe për të komunikuar më qetë me njëra tjetrën. Shkojmë ju lutem në fermë. Kemi pas shumë sfida. Qëtësoj për qiriu. Ne jo ngrëm shumë me shpejtësi. Atëherë të dashur jam sërish me ju, unë do doja tani të thrisja dy prej fermereve të vinë, ju lutem tek vila, e kam fjalën për Zhakun dhe Mozën. Ua, moj mami. Ua, moj mami. E jani? Qa del pre. Hajt. Qa shushunje. Hajt. Ma piu Zhakun pa fola koma. Ndërsa Zhaku dhe Moza drejtohen drejt vilës, unë vëtë nga rasti për të bërë një falenderim për sponsorin tonë Vatan. Ferma VIP është vendi ku ndahen historitë dhe ku çdo gotë ka marrë më shumë shije. Shoqëruesi i çdo dite për fermerët tanë është Bira Vatan, e krijuar me standardet më të larta, duke sjellë në tryezat tona shijen e vërtet të birës. Ku ka Vatan ka fes dhe ku ka Vatan ka Shqipëri. Falenderojmë Vatanin për mbështetjen dhe ndërkohë presim dhe shohim Mozën dhe Zhakun që drejtohen tek vila, tek vila e famshme. Tek vila. Jo, ajo që ne quajmë vila që është ajo aty. Po, ata ajo e vogla. Hym aty dhe qëndrojmë pak bashk në privatësi, larg zhurmës dhe ndërhyrjeve të fermerëve të tjerë për të diskutuar një raport. Një raport që në dukje, në fillim me hyrjen e Zhakut brenda në fermë, duke se ishte një raport miqësor, i paqët, stim e dy anshme, por me kalimin e ditëve pati jo pak tensione mes dy fermerëve tona dhe pati jo pak ngacmime të Zhakut ndaj Mozës. E shohim të klip që ju përket dhe pastaj diskutojmë këtë dinamikë interesante me tysh. Se ke dhja sot dhe me mua dhe me Jako, ka shpo të them, i ka ne i tash i vazhdo. Me mua me këtë lloj gjuhë ti zdrejtohesh dhe Ne kemi gjitha do histori, ne kemi njohje S'kam histori me ty, unë kam vetëm bashkëpunime marketingu. Mos gënjeu sepse bën sikur nuk njihemi. Ti nuk kesh histori me bashortin tim, po me mos ke histori, ke bashkëpunim. Kam histori fare me bashortin tim. Atëherë mos u jep mua informacione që s'janë sakta. Nuk kam pas, ajo ishte që jemi shumë shoqe, po kemi pas bashkëpunime online. Zhaku, unë do t'i jap çdo njeriu hakun, mu këtu më kanë rënë shumë qafë dhe gjithmonë i kam dhënë mundësi njerëzve. Kjo që ishte shoqja ime, kur po ndahesha u bë mike me burrin tim. Nuk më dha kohë. Kam se vetën servile legene komplet. Po, ku jam i servir dhe i pa fytyrë, ke unë e gjeti këto. Një manipulatore par excellence ti. Moza më ka habitur shumë, më ka shokuar. Pse e kurseva se du të ndërtoj me atë se ka talent. Kaq. Tashin qofse ajo do mi thonë deri daj, le ti thotë, se unë nuk i them. Ka arë për të bërë lojnë e vetë, deri në fund. Sa kam toleru në Sarën, s'kam toleru njeri. Dhe ja kam hapur bizelet. Topi jok që ke toleru një copsa. Jo, nuk është ashtu. Po njeriu s'ka vetëm janë. Që të ndejt gjithmonë në krasë, kam bështet gjithmonë. Po që e rrezikshme është. Nuk është kjo mënyra për diskutuar me disë artistave. Kam përkthyer poezi gjermanisht, palet. Ajde. Artistat bëjnë bashkëpunim duke diskutuar lekët. Të lutem mos bëjmë këtë nivele. Të lutemi mos, vetëm ti t'jesh mirë me Sarën, pa ne tjerët. Shko në rri me këtë
këta njerëz që e kanë kish trajtuar, kish trajtojnë. Unë po them kaq Zhaku, ruje veten se për një fjalë, për një bishese, për një llaf tu del në nominim. Ti ke tregu gjërat karakterit atë që mos pëlqen fare. Po, karakteri im ky është zemra. Ky ka qenë dimi që ka bez dy fytyrësh. Unë s'kam dy, unë kam 100.000 fytyra. Siç janë 100.000 realitete dhe njerëz. Ashtu nuk e di çfarë të. Ja kam vënë vizën fare, me gjithë kryq. Kisha me shpëtu mozën shaje bok nga të katoranët. Disha unë atë muhabet, shoqja shokut. Erdha ta shpëtoj, tani do ta fusin grop. Këto kanë qenë disa nga momentet që ju keni patur gjatë këtyre ditëve. Dita e sotme, e djeshme sotme ka qenë pak më të qeta, por përgjithsisht pas spektaklit ka patur goxha tension mes jush. Çfarë ka ndodhur, Zhak? Po, unë besoj kam qenë e qartë edhe nuk di si mund ta komentoj këtë. E vetmja gjë që mund të komentoj është që ne her pas here kemi kriza të raportit tonë dhe Moza mohon në lidhjen shpirtërore që ne kemi dhe historitë që kemi pavarësisht bashkëpunimeve, sepse bashkëpunimet janë diçka që rrjedhin prej afrimitetit që ne kemi dhe prej kohës që kemi kaluar bashkë njëra tjetrën. Nëse Moza këtë do ta mohoj, është puna saj. Unë për vete vazhdoj dhe do mendoj, do e dua Mozën gjithmonë pa kushte, pavarësisht raportit që në këtë garë, pra që nuk do shoh veten si alatën më të madhe të Mozës, po do shoh qefin tim, shtetin tim privat dhe me Mozën do bëj bashkëpunime, do kaloj kohën, si që sot për shembull kemi kaluar një ditë shumë të bukur bashkë. Po, e pash. Është Sara arsyeja e krisjes? Jo, nuk ka lidhje Sara, nuk ka të bëj një individ, ka të bëj mënyra se si shoh Mozën të qaset individve, personave, grupeve këtu në shtëpi, në ferm, të cilët për mendimin tim e kam dëmtuar edhe jam përpjekur ta ulin imazhin, figurën dhe si me thënë veprën e saj artistike, sepse Moza është artiste dhe ka nevojë edhe që të komunikojnë në mënyrë intelektuale, mirë po këto janë njerëz që nuk e njohin këtë gjuhë dhe e kanë ulur dhe Mozën pa dashur dhe Moza mbase duke qenë e rrëmbyrë këtu në të përditshmen edhe nuk si ka kushtuar shumë rëndësi këtyre gjërave. E kanë ulur në publik, thua? Jo vetëm kanë në publik, dëmtuar imazhin e saj në publik. Edhe në sytë e mi e kanë ulur, patjetër. E kanë ulur edhe në sytë e tu. Okej, Moza? Ashti, kjo është një temë, me thonë drejtën, sa rëndësishme aq edhe e pa rëndësishme për mua. Unë me Zhakun kam tentuar, më shafruar vetë, në vitet 2000, kam tentuar të bëj një album dhe kjo utëroj që bërë albumin vetë. Pastaj janë disa kafe, po pra pune që kanë qenë ato periudhë, pastaj simpatira që online më kaftuar për vizit, po si kam shkuar që të bëja albumin tjetër, nuk është se kam pas një lidhje konstante, substanciale në atë si që kanë dy femra ose dy persona, ka qenë vetëm pjesa e artit që më ka lidhur. Pra nuk keni qenë mikesha? Jo, mikesh, jo, absolutisht, bile gjithmonë ka qenë një risk i letë në për këto femër të cilit unë jam shmangur. Do të them publikisht këta. Dhe që, është risku, më falë, është risku ke mënyra qoftë, më falë, së së të ndërpreva fare, qoftë ke mënyra se si e shikon realitetin, ke mendje madhësia, ke një vetbesim shumë i tepruar dhe ke mungesa etikos për të mësuar diçka nga tjetri, se nga tjetri kush do qofti, çfarë do lloj kategorie, ka diçka gjithmonë për të gjetur dhe për të mësuar. I ka radikalet shumë të larta, edhe unë bile disa herë dhe kja gaj kur jam pyetur, kam thonë ju lutem, mos më thoni që të them diçka se pres të futem në bashkëpunim. Sepse që të kesh një shoqe, të kesh një njeri, do me thonë me cilin ti thua që kam ngjarje, kam... Nuk mund t'jenë shkëputje 10-15 vjeçare ndërkohë që ti del me partnerin e saj. Por, nga ana tjetër, respekti për aspektin estetik dhe artistik ka ekzistuar midis nesh të dyjave dhe ideja për të bërë gjërat bukura gjithmonë deri tani online. Nuk maj mend kur mund të kem pirë një kafe të fundit, do t'a them këtë. Mënyra se si drejtohet kjo këtu, qoftë dhe aty në studio, më duket shumë arrogante. Fakti tjetër është që unë me këto njerëz kam 50 ditë më tepër jetë, dua po s'dua, unë do të ndaj me to, kam darë dhe kam kuptuar që
edhe në një moment, për shumë, mund ta kem tepruar, sikur sa ato mund ta kem tepruar shumë, por gjitha kjo është një procedurë, njohje ristartimi, njohje derisa bëhet ajo që quhet integrimi i të gjithëve, pa humbur, po prapë interesin maksimal për garën. Besoj prapë që qa u tha këtu të kaloj me këtë që u tha këtu, unë besoj prapë që me Zhakun do gjej një gjuhë tjetër si që kam gjetur sot, po jo aty në salë dhe më bërë përshtypje në aty ke prajmi, më bëri shumë përshtypje, më nëra prapë se si flasë. Fjallë të ashpra ishin moza, servile, vel, për... Shumë nga i vesh, më dalin ke tjetëri se e kam pa dhe në televizor ku reagon, edhe online ku reagon, i ka të njëjtat mënyra ekstravagante të tepruara, me cilat shpesher ka bërë pik, po shpesher dhe ka humbur pik. Kështu që prapë i them, ullu në tokë, ullu radikale dhe hajde bëjmë diçka bashkë. Kjo është opinioni em. Okej. Angel, çfarë mendon për përplasjen e dy fermerëve? Jam pak jashtë teme, sepse po i shija të dyja, më falnit, po dal pak nga analiza, më linit ju them, unë jam e martuar, po ju dashuroj që të dyjave, se po ju shoh tani që flisni, unë po i adhuroja për të dyja në llojin e saj, pra nëse në subkonsciencën time ka dy zëra, një është Zhaku, një është Moza, dhe flet Zhaku edhe them po, mënyra si është e Zhaku është e sakt. Pastaj flet Moza dhe them po, dhe kjo ana e medaljes që thot Moza është shumë e sakt. Të dy ato janë të kundërta në karakter, dhe kjo bën që të kenë këtë përplasje në lidhje me çastet brenda. Siç e tha dhe Moza, Zhaku është më radikale. Nëse dikush nuk të respekton, nuk është sjell mirë me ty, thjesht i heq vizën, i vë kryqin dhe nuk sheh një rrugë për të dhënë një shans tjetër, dhe qartësi asaj nuk i ka pëlqyer sjellja që Sara ka patur me Mozën gjatë periudhës që Zhaku në fakt nuk ka qenë brenda. Nga ana tjetër, Moza do të ndërtojë këto urat, jo vetëm të bashkëpunimit, po dhe këto urat njerëzore, ndoshta eksperienca e jetës Mozën e ka bërë që të kuptojë që ndonjëherë dhe duhet lëshuar pet, duhet toleruar dhe duhet kërkuar më e mira tek personazhet. Por, në situatën e këtyre të dyjave, mendoj që jo që ka ngritur apo ulur ndonjërin, mua më pëlqen që më në fund kemi një përballje kaq fine mes dy grave. Unë kështu e shoh, nuk i jap dot. Nuk kam që të kundërshtoj, po kjo përballje as nuk duket fare fine, se këto që thot kjo për mua, si ka thënë as më i keq kundërshtar që kam pas këtu. Jo, Moza ti kanë thënë, Moza ti kanë thënë dhe ti kanë thënë shumë më të rënda, por ti ke patur syt me zemra kundrejt atyre që ti kanë thënë ndoshta fjalët më të rënda dhe i ke kaluar dhe i ke falur. Nuk më duken. Teza e fundit më e bukur që është në botë është që kulturë pa njerëz nuk ka. Kështu që ku ti gjesh njerëzit sipas librave dhe sipas idealeve dhe principeve këto janë. Unë nuk mendoj që qasja e Zhakut është më e rënda e mundshmja që ke patur aty brenda. Për mua, duke konsideruar bashkëpunëtore në art, goxha është më e keqja nga gjithë, por thash më hyn nga i vesh dhe më del nga tjetër. Ndoshta është si rivale më të fortë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ermal. Atëherë, u duk sigur Zhaku do ishte shoqja e ngushtë e Mozës, erdhi për ta shpëtuar, për ta mbrojtur, për ta ndihmuar, edhe kur e pa që afërsia me Mozën nuk u mirëprit, e ktheu në luftë. Tani, ajo që shoh unë është janë dy gra të cilat janë zhgënjur nga njëra tjetra në jetë, janë ndirë të tradhtuara. Jo. Dhe këtu po dalin ato pishmanet, ato mlefet. Jo, absolutisht. Këtë shoh unë. E ke gabim fare, sepse edhe pritja që the Moza se priti, Moza ka qenë shumë me qetë që në fillim, fjalët e para fyse kanë qenë pas një shkak në gjendje prapë racionale, kështu që unë mendoj që ka një arsye pse ajo ka tip. Dhe unë këtë tip ja njof, prandaj them që më hy këtej dhe më del këtej, se ja njof tipin, kupton? Edhe unë ja njof tipin, edhe Zhaku mbahet për këto kontrapuntet. Megjithatë, unë doja të bëj një pyetje ju të dyjave. Ju do bëni lojë aty apo do lani hesapet e pa zgjidhura që keni jashtë? Më vjen keq, unë asin loj, më vjen keq që më percepton kështu, je shumë katunar në herë, habitën fare në kuptimin më të keq fjalës katunar, se jam të mrekullueshëm. O sa u kundu të gjuhë, se kam shumë nga ju, por në atë kuptimin e keq kësaj fjale, kështu që absolutisht, por në qoftë se do të bashkëpunosh, po dhe unë,
Po, jo, në atë kuptim të thash. Qa të di. Por, në qofë se do të bashkëpunosh, ke qasje komplet tjera dhe nuk I verej gjëra të e vogla që ti bësh të mdaja dhe t'japësh definicionin e të rënda. Nuk bëhet kështu. Unë falenderoj shumë, moza, ti më gjenë si John Lennon sot, Po, edhe kështu na më lynë edhe pëlqen unë prandaj u mërzita. Më pëlqen shumë Shuna imazhi lynë, jotë kam sot. dalë nerva nga grimi. Ke përqer pa funda, I kostumi o shyll. Por përsëri unë do pres që juve të nxirni në një hesap tjetër të palar që Jo, ta lani inshallah po aty. nxjerrim në i këngë në i bashkëpunim, sepse kemi fillu, disa indicje pozitive janë, s'doja ta rinin këtë pikë, po edhe nuk do merresh afare me këtë tempo, me qënë se dhe aty më rinterpretojnë ato radikalet e larta të saj, them ti ulim këto dhe të bëjmë diçka që është O për moza bërë. ti s'kuptova, unë po të bëj aty në këtë rast, sepse Jo, jo, po mbrojtja të nuk- sjellësh Jo, 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 ato jo, jo. historitë e vjetra Jo, brenda s'po laj fare nuk sape, është nuk jam nga ato që korrekte. larje sape, unë ki kujdes me fjalorin me mua, sepse jam shumë e kujdesshme. Larja e sapesh nuk bëj me asë një njeri unë. Hesapin e lan tjetri vetë edhe në qofë se ma ka kur kujt edhe A e kundërshtarit solle më ti të madh. historinë apo e solli Zhaku mi gocë? Qa historia? Historinë e letërsisë. Po ato muhabetet pra që keni bërë. Aty që u mërzit e ti e u mërzit të... U su mërzita fare, por... Ato që pam në video, mi moza, Ka ato- gjithmonë... Ato që pam në video për para se të futeshim këtu. Dëgjoj, çdo njeri ka informacione për tjetrin, sidomos kur është fusha e artit dhe kur ke bërë bashkëpunime dhe kur ke dhe lidhje Dhe nuk është korrekte, dhe nuk është korrekte që ti sjellësh to në ferm, S'është mirë, po tani ç'a do bësh? E pra, të Po dy ç'a e do kanë bësh? fjallë. Po ç'a do bësh, unë po them, kjo ato nuk lashën është sapet larje apo do sapesh, dush lojën. Nuk I maja si nat, mund të them që e du me të njëjtën zemër, ja di ato defektet, siç mi din thoj se ajo mua, edhe unë ja di atë krenarin pa limit që Zhaku, në herë në tyrje hundësh. pse ke dashur të sjellësh histori nga jashtë brenda në fermë, Zhak? Cilën histori? Po histori që keni me mozën, njohjet që keni të përbashkëta, pse ke dashur që ti sjellësh brenda? Se kuptoj këtë. Hajtë, s'ka gjë, nuk e kupton, vazhdojmë. Kështu që e mbyllim ndoshta këtu këtë diskutim. Konkretisht të lutem, konkretisht. Jo, jo, s'ka konkretisht. Nuk me po shpresën merrem, që ne nuk do po të merrem se vazhdojmë. besoj që nuk është korrekte që gjithsesi histori dhe njerëz cilët nuk janë pjesë e formatit të bëhen pjesë e formatit. Ju kemi kërkuar disa herë, duhet patur kujdes, ë? Shpresoj unë me Zhakun, shpresoj që do kemi bashkëpunim, do bëjmë gjëra të bukura. Okej. Kështu që albumin e parë nisëm me lan për gjysmë, ja 2 bashkëpunime virtuale I kemi bërë kohët e fundit, shpresoj që do kemi një pamje, do japim një figurë komplet tjetër. Të paktën unë kështu besoj. Se unë gjithë jetën me besim kam shkuar dhe me idenë që gjërat do rregullohen. Ja rregulluar apo je Po, zgënjur? mi, për bukurinë Ja jemi, rregulluar. është një Okej, gjë. mirë, dashohem. Sot mirë. E kishte qa dhe atë turlin që ishte si pache, e papame. E kishte qa. Homi, që do bëjmë, do puthemi apo jo? Ja, për nuk jemi zërë. Plasni, bashkë. Tashi po do filloj ngjarja. Tashi fillon loja. Okej. Unë prap 17 do mbes. Prap 17 ti si të duash Unë jam ti. federat. Jam si puna Evropës, nuk duaj herë për herë. Jo, pëlqej federata. Atëherë, unë juftoj të ktheheni tek miqtë tuaj tek Arena, ndërkohë që Moza dhe Zhaku kthehen, më mbyllni lidhjen ju lutem me fermën, sepse dua ti marrë dhe një opinion Arminës. Për këtë që të hyrgjuam, je e lirë të shprehësh si të duar se nuk po dëgjoj. Ja, kështë faleminderit. Më mirë që mos